një numër që nuk duhet ndarë me asnjë person nga settings të iPhone-it. Po e ndatë këtë numër, jeni të rrezikuar për hakerim. Mund t'ja jepni vetëm kompanisë Apple-it nëse futeni në website-in support.apple.com ose chatsupport.apple.com. Shkruhet CHAT support.apple.com dhe aty të zgjidhni problemin iPhone apo iPad apo Mac apo çdo PC table dhe varet çfarë problemi keni, ju shkruani dhe ajo ju kërkon numrin që quhet serial number. Kujdes, mos e ndani me asnjë tjetër sepse ky numër përben rrezik që nëse dikush hyn në website me këtë numër, telefoni jot ka ikur për lesh. Settings. Si ta gjejmë këtë numër, shkojmë te settings. Settings. Renato General. General. Te general. About. Button. Te ke para fare about. Name. iPhone. General. Back button. About. iOS. Model name. Model serial number. G6TWXQ0MJCLG. Ja pra ku e kam unë, serial number. Ky nuk duhet ndar. As këto. Coverage. Button. Parts and service hit. Face ID. Parts and network. Songs. 0. Vid. Photo. Available. Service provider. Vodafone. Wi-Fi address. Bluetooth. 5 C 1 D D 9 7 E 7 8 5 0. As këto Wi-Fi dhe Bluetooth, sepse dikush mund të hyjë në website dhe mund të t'i bllokojë aksesin. Mund të hyjë në website të Google-it apo kudo tjetër. IMEI 3 5 4 8 4 7 0 9 3 3 0 4 7 2. As këto IMEI. As kjo nuk duhet ndarë sepse është një ID e rëndësishme e telefonit. ICCID 89,355 As kjo nuk duhet ndarë. 0 0 0 0 3 6 3 1 7 0 2 5 7. Telefonit janë për software e për këto. Mead 3 5 4 8 4 7 0 9 3 3 0 4 7 2. Formate të telefonit është për modelimin e telefonit, kur e futu kompjuter nëse ka humbur diçka i gjen me file. Modem firmware. As kjo modem firmware, kjo është shumë e rëndësishme, nuk do ndarë sepse nëse e ndani këtë software-in e telefonit, software-in e telefonit, kjo e çakardon fare me anë të një kompjuteri, humbet file, humbet çdo gjë që ka software-i. Voice control.